Barikadat janë vendosur, masat e sigurisë janë jashtëzakonisht të repta para takimit të liderëve të NATO-s këtu në Hak. Qyteti holandes është thuajse i paralizuar nga operacioni policor i quajtur Mburoja Portokalli. Janë numëruar orët deri në mbylljen e trafikut ajror. Vendet e parkimit janë të bllokuara, punonjësve u është thënë që të qëndrojnë në shtëpi, ndërsa transporti publik është devijuar. Qyteti që simbolizon paqen dhe drejtësinë për shkak të gjykatëve ndërkombëtare që ndodhen aty, tani është qyteti i sigurisë, veçanërisht për shkak të ardhjes së presidentit amerikan zoti Donald Trump. 27.000 policë dhe 10.000 pjesëtar të mbrojtjes janë të gatshëm të përgjigjen sfidave, veçanërisht pasi dje u mbajtën protesta kundër NATO-s dhe rritjes shpenzimeve përpara samitit, i cili mbahet në kohë të tensioneve të rritura gjeopolitike dhe eskalimit të konfliktit në lindjen e mesme. Më shumë në reportazhin që e përgatitur bashkë me kolegun Jovica Paunoski. Anijet luftarake fregata patrullojnë në detin e Veriut. Avionet luftarake, F-35 dhe helikopteret Apache fluturojnë mbi Hak, ndërsa sistemi mbrojtjes ajrore është në gjendje gatishmërie. Denis Orburg është komandant i anijes dhe përgjegjës për sigurinë e trafikut ajror. This is a redundant air control system, but is also a weapon platform which can be used if we have an escalation in the air domain. And we can also conduct operations in the surface domain at sea, but the primary task is to ensure the safety in the air domain. 27.000 policë, rreth gjysma e forcave të sigurisë së vendit janë të angazhuar rreth samitit, së bashku me mbi 10.000 pjesëtar të ushtrisë. Ky është operacioni më i madh i sigurisë që është zbatuar ndonjëherë në Holandë. Emri koduar është Mburoja Portokalli. Vëmendje veçantë i kushtohet dronëve dhe avioneve të vegjël. So in case of a situation in the air, my job is to be the battle manager or the master controller, and to task, for instance, our airborne assets, F-35s, to conduct a mission towards an unknown aircraft or any aircraft with a situation that we might want to investigate. Qindra protestues u mblodhën dje kundër NATO-s dhe luftës në Gaza. Protestuesve i u bashkuan dhe iraniane me transparente ku shkruaj: jo luftës me Iranin. Vetëm një ditë pasi SBA nisën sulme ndaj 3 objekteve bërthamore në Iran. Shefat e qeverive synojnë të arrijnë një marrëveshje për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje, kërkesë që vjen nga presidenti amerikan Donald Trump. Marrëveshja duke kryesisht e mbyllur javën e kaluar, deri në momentin kur kryeministri spanjoll Pedro Sanchez i shkroi sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, zoti Mark Rutte, se angazhimi i Madridit për të shpenzuar 5% të BPV-s për mbrojtje jo vetëm që do ishte e parasyshme, po edhe kundërproduktive. Aleatët amerikanë kanë rritur shpenzimet për mbrojtje që kur presidenti rus Vladimir Putin u udhroi një pushtim të plotë të Ukrainës më shumë se 3 vite më parë. Por gati 1/3 prej tyre ende nuk kanë arritur cakun aktual të NATO-s prej së paku 2% të BPV-s së tyre, duke përjashtuar Maqedoninë e Veriut, e cila ka arritur të ndajë më shumë se 2%. Erol Shaqiri, Televizioni 21, Hak.